Është trajtu proceduralisht sekretariati e trajton sipas normave të brendshme politike. Unë besoj që është çështje që statuti i LDK-s i ka të rregulluar dhe LDK-ja din me vetë menaxhu këtë proces politik në cilën ne do dalim ma mirë përfundimisht. Çka nëse arrihet, çka kemi abdijipot? Po ju po paragjykoni me pyetje. Jo, nuk po paragjykoj, nëse po them. Kërkesat politike nuk trajtohen me procedura, por me që ka normativa edhe rregullon mënyrën e sjelljes së organizimit tonë, ne e respektojmë deri në fund. Kështu që unë mendoj që në dy binar do të vazhdohet me punu. Binari i parë është shqyrtimi i kërkesës të nënshkruarve që janë delegat përfaqësues të elektoratit LDK-s, dhe binari i dytë është kryetari i LDK-s në zyre me autorizimet plota me menaxhu këto procese politike sipas kërkesës. Kërkesa është procedurale, proceduralisht do të trajtohen. Ato që janë politike, politikisht do t'i trajtojmë bashkarisht. Faleminderit për interesimin. Çështja e verifikimit, sekretariati me kohë i verifikon dhe ja vlerëson. Faleminderit.